E gjithë Këneta është përmbytur, edhe vendet e tjera, por ajo më shumë. Problemi nuk është se ne po vuajmë këto qaste në aspektin e emergjencave, që jemi të gatshëm apo se jemi të gatshëm. Ne jemi në një tragjedi morale, jemi në një tragjedi etike, jemi në tragjedi me ndërgjegjen tonë, sepse kemi arritur deri aty sa themi shqyqyshës më kapi mua. Nuk kam që t'i bëj atyre tjerve, ky është caktimi Allahut, por shqyqyshë shpëtum në tjerët. Deri këtu kemi arritur. Madje deri aty sa shumë prej nesh thonë, fundit që t'i bëjmë njerëzve, vetin ndërtun shtëpijat, aty ku është disnivel. Vetin ndërtun shtëpijat, aty ku nuk duhet ndërtohet se dikur ka qenë Kënet. Dhe nuk merr parasysh hallin e tjetrit, problemin e tjetrit, çfarë ka shtyrat e vit deri aty, edhe si kanë rrjedhur ngjarjet e plot gjëra të tilla. Nuk është më rëndësishme, sepse nuk ka më ndërgjegje. Edhe ne flasim vazhdimisht për besnikëri, flasim vazhdimisht për sinqeritet dhe nuk duam të kuptojmë se kjo është një sprovë që na ka rënë të gjithëve.